Artica atë bukur në kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Kombi Ynë do të flasim për figurën e Avmirës Temit, por do ta shohim në këndvështrime të ndryshme, në deformimin historiografik, në deformimin e kësaj figure nga pikpamja folklorike, por edhe me të vërtetat historike. Sipas Dorian Koçit, mos pandese u harrove lule o Avmirës Temi, shkruan populli shqiptar. Shkrimtari francez Anatole France në veprën Krimi i Silvestër Bonardit vëren me ironi se historia dikur një art që lejonte të gjitha fantazitë e imagjinatës, sot është bërë shkencë në cilën duhet të ecet me një metodë përpikt. Ky reflektim, donse letrar dhe jo metodologjik, shpreh një ndjeshmëri të përpashkët me mendimin evropian të kohës mbi nevojën për të trajtuar historinë si një disiplinë me të rrept dhe objektive. Këto prirje do të artikuloheshin më vonë në mënyrë të strukturuar nga shkolla franceze e anale themeluar nga Marc Bloch dhe Lucien Febvre, i cili vënë theksin mbi analizën sociale, strukturat e afatgjata dhe ndërlidhen ndërdisiplinore në historiografi. Në Shqipëri, ndikimi i këtyre qasjeve filloi të ndihet pas viteve 90, ku historiografia shqiptare u shkëput nga modelet dogmatike marksiste-leniniste e nisi të hapet ndaj metodologjisë bashkëkohore perëndimore. Historia së një instrument ideologjik, rasti i Avmirës Temit. Para viteve 1990, historia shqiptare shpeshherë shërbente si instrument ideologjik, ku kufiri mes faktit dhe mitit ishte i paqartë. Koncepti Anatole Francit për fantazitë e imagjinatës reflektonte realitetin historik të periudhës ku historia e ndërtuar shpesh mund të ishin të mbushura me mitizime dhe romantizime të periudhave të caktuara. Historia e përshkruar nga regjimi komunist në veçanti ishte ngarkuar me vlera marksiste-leniniste dhe shfrytëzonte atë për të konsoliduar legitimitetin e pushtetit. Kjo historiografi kishte tendencën të krijonte heroizmin e atyre që kishin bashkëpunuar me regjimin dhe demonizonte kundërshtarët, një praktikë që shpesh binte ndesh me pasqyrën e vërtetë të ngjarjeve dhe figurave historike. Pas viteve 1990, ky proces rishkrimi u shoqërua me një përpjekje për të rivlerësuar dhe rishkruar figurat historike, por jo gjithmonë në mënyrë objektive. Shpesh, rishkrimi i historisë pas komunizmit ka qenë një përpjekje për të krijuar një narrativ të re, por shpesh me përmbajtje të kundërt ideologjike. Ky proces, megjithëse nuk ka arritur gjithmonë të arrijë një qasje të thelluar më saktë, në këtë kontekst, figura e Avmirës Temit është një shembull tipik i trajtimit historiografik të deformuar në atë periudhë. Figura e Avmirës Temit të kujtimit e Qrem Bej Vlorës. Nga një aspekt më e kontestuar të vlerësimit figurës së Avmirës Temit ka qenë përfaqësimi i tij në kujtimet e Qrem Bej Vlorës. Këto kujtimet botuara pas vitit 90 e portretizojnë Rustemin si një kriminal dhe karagjoz, duke shënduar vrasjen e tij si një akt hakmerrje të lavdërueshme. Ky gjykim është një shembull tipik i rishkrimit të historisë në mënyrë të njëanshme dhe të pasaktë, që e zbe imazhin e një figure të rëndësishme si Avmirës Temi, i cili ishte një aktivist demokratik dhe një nismitar i përpjekjeve për reforma sociale. Në kujtimet e Vlorës, megjithëse ofrojnë një pamje të ndodhrinave të periudhës dhe janë një burim dytësor i vlefshëm, janë të mbushur me paragjykime dhe qëndrime politike të thella. Ato tentojnë të ndajnë shqiptarët në dy grupe të kundërta, esatistët dhe zogistët, duke injoruar bashkëpunimin pragmatik mes këtyre dy fraksioneve në momentin e likuidimit të Avmirës Temit. Ky trajtim historiografik është një shembull i shpërfirjes së një qasje të thelluar dhe objektive për t'i dhënë hapësirë narrative një politike të njëanshme. Njëanshmëria popullore ndaj Avmirës Temit dhe kthimi në te. Pas lirimit nga gjykata franceze në dhjetor të vitit 1920, kthimi i Avmirës Temit në Shqipëri u prit me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga populli. Gazeta Drita Gjirokastër e përshkruan këtë ngjarje me një ngarkesë emocionale dhe një tekst të qartë për përkrahjen popullore. Populli shqiptar nuk e pa veten si një figurë të luftrave ideologjike, po si një protagonist i shpresës për një Shqipëri të modernizuar dhe të demokratizuar. Ky moment i kthimit nuk mund të kuptohet plotësisht pa pasur parasysh kontekstin e periudhës, lidhjet e ngushta që ai krijoi me grupet progresiste të kohës.
Avni Rustemi ishte një përfaqësues i një lëvizje demokratike që kërkonte të krijonte një shtet shqiptar më të drejtë për drejtë, me të drejtë për qytetarët e tij. Aktivitetet e tij për organizimin e arsimtarëve, thebelimin e shoqërisë bashkimi, përpjekjet për reforma në arsim dhe bujqësi gjithashtu dëshmojnë për një angazhim të sinqert për modernizimin e shoqërisë shqiptare. Ky dimension i figurës së tij duhet të merret parasysh për të kuptuar kontributin në formimin e një Shqipërie të re. Avni Rustemi dhe modernizmi shqiptar. Në periudhën 21-24, Rustemi ishte një nga figurat kryesore të një grupi të njohur si grupi reformistëve, që përfshinte personalitete si Fanoli, Luiq Guarakuqi, Ali Kërcyra. Ky grup u angazhua për një platformë reformiste që synonte të shkëputej nga strukturat feudale, të avanconte reforma ekonomike, agrare, juridike dhe arsimore. Përpjekjet e tij për një sistem të drejtë agrar përmes miratimit të kontratës tip, për ndarjen e tokave për kolonët shqiptar shpërngulur nga Kosova dhe Çamëria ishin hapa konkrete drejt realizimit të reformave që do ishin të rëndësishme për zhvillimin e shtetit shqiptar. Në fushën kulturore dhe arsimore, aktiviteti i Avni Rustemit kontriboi në themelimin e arsimit kombëtar dhe krijimin e një shkëputje të dukshme nga ndikimi osman, një element kyç për emancipimin e shoqërisë shqiptare. Vrasja e Avni Rustemit dhe pasojat politike. Vrasja e Avni Rustemit me 22 prill 24 nuk shënoi vetëm një humbje për lëvizjen demokratike, por gjithashtu përshpejtoi ndryshimet politike në Shqipëri. Ajo çoi një val protestash masive në qytete si Vlora, Gjirokastra, Shkodra dhe Tirana dhe shërbeu si katalizator për lëvizjen e qershorit 1924, e cila synonte të rrëzonte strukturat e pushtetit të vjetër dhe të ndihmonte krijimin e qeverie më demokratike në Shqipëri. Si përfundim, figura e Avni Rustemit është shumë se një simbol i dhunës apo një protagonist i një historie të rreptë ideologjike. Ai përfaqëson një periudhë tranzicioni, një brez që e shite Shqipërinë të emancipuar përmes reformave politike sociale. Rishikimi i historisë nuk duhet të bëhet përmes prizmave të urrëties klasore apo nostalgjisë për regjimet e vjetra, por me një qasje të drejtë, kritike e mbi të gjitha me qëllim të zbardhjes të së vërtetës. Besojmë që edhe ky emision është një kontribut në këtë drejtim. Miru takofshim në emisionet të tjera. Partikat vëmat bukrën ka